Me datën 30 maj 2026, rrugët e Tuzit u mbushën me emocion, elegancë dhe atmosferë festive me rastin e defileut tradicional të maturantëve të shkollës së mesme të Përzier 25 maj. Të veshur me shumë kujdes për këtë mbrëmje të veçantë, maturantët parakaluan para qytetarëve, familjarëve, miqve dhe profesorëve, duke tërhequr vëmendjen me elegancën dhe buzëqeshjet e tyre. Nën praninë e shumë qytetarëve, ata shënuan simbolikisht fundin e një kapitulli të rëndësishëm të jetës së tyre dhe fillimin e një rrugtimi të ri drejt studimeve, karrierës dhe sfidave të së ardhmes. Defileu i maturës është një nga ngjarjet më të veçanta për çdo gjenerat, pasi përveç festimit të përfundimit të shkollimit të mesëm, ai përfaqëson edhe një moment të reflektimit mbi vitet e kaluara në bankat shkollore, mbi njohuritë e fituara, sfidat e të kaluara dhe miqësitë e krijuara gjatë kësaj periudhe. Për shumë maturant, kjo natë mbetet ndër kujtimet më të bukura të rinisë, një natë mbushur me emocione, gëzim, krenari dhe pak nostalgji për vitet që po lënë pas. Krahas tyre, emocionet i përjetuan edhe prindrit, profesorët dhe familjarët të cilët i kanë shoqëruar gjatë gjithë rrugtimit të tyre arsimor.
quam Kristina Ljekoqa, jam nga paralelja 4A-D. Kristina, me trego se si ishin këto 4 vite për ty? Ishin 4 vite të mrekullueshme, duke i kaluar me shoqëri, do më mungojnë shumë shëtijet që i kemi pasë së bashku deri tani. Çfarë ban mend, do të thotë më së shumti gjatë këtyre 4 viteve? Shëtijet që i kemi ba pashtu edhe dyzene që i kemi ba në të shkollë si klasë. Po ndo një person apo profesoresh do veçosh gjatë këtij rrugtimi? Po, do veçoj profesoreshën Sabinën Paljevic, ishte një nga profesoreshat me të mira tash 4 vite, do më mungoj shumë. Si po ndihet i sonte? Shumë emocione, normalisht se do ndahemi nga shoqëria që e kemi këtë tash 4 vjetë. A ke menduar se çfarë do vazhdosh në të ardhmen të studiosh apo ke ndonjë plan? Po, do studioj në Universitetin Mediteran në Podgoricë për turizëm. Jam Valentina Lëgjuraj, paralelja 3A-G. Sot është defileu i maturës, si po ndihesh ti sot? Po ndihem shumë mirë. Si ishin këto 3 vite për ty? Ishin shumë të bukura dhe do të më mungoj shumë normalisht gjimnazi, sepse janë 3 vitet më të bukura që i kam kalua, pa marrë parasysh edhe shkolla fillore, por gjimnazi është shumë i bukur. Çfarë do veçosh ndonjë moment të veçantë apo diçka të tillë? Momenti më i veçantë është kanë kur bite zilja dhe me dal jashtë, një ndër momentet më të veçanta. Por edhe pushimet me shoqërinë, shëtijet, gjitha me radhë. Mirë, po sa i përket shoqërisë, si ishte ajo këto 3 vite? Perfekte, ma e bukur se e fillores. Mirë, dhe çfarë do ju urosh të gjithë shokëve dhe shoqeve për rrugtimin e mëtejshëm? Ju uroj fat dhe sukses në vijim edhe kaq. Unë quhem Kristian Lëgjura, jam në vitin 4D. Sot është defileu i maturës, si po ndihesh ti sonte? Shumë bukur për zotin. Si ishin këto 4 vite për ty? Shumë bukura, për mua ishin shumë bukura. Çfarë do veçosh? Ke ndonjë moment diçka apo ndonjë shëtije të them ndonjë situatë që do veçosh nga këto 4 vite që të kanë mbetur në mendje? Shëtijet. Po shoqëria dhe profesorët, ai bashkëpunimi mes profesorëve si ishte? Shumë mirë. Mirë, çfarë do ju urosh shokëve dhe shoqeve për rrugtimin e tyre të mëtejshëm? Suksese në ardhmen, të besojnë veti për gjithçka. Po ti, ke menduar se çfarë do vazhdosh në të ardhmen? Ke ndonjë plan? Jo, hala se në kam menduar. Unë jam Anton Lumaj, vin nga paralelja 3A-G. Kush ishte kujdestarja apo kujdestarja jote? Kujdestarja ime ishte Marina Sinishtaj. Më trego si ishin këto 3 vite për ty? Këto 3 vite ishin shumë të bukura, momente të bukura me shoqe dhe shok, duke krijuar shumë momente së bashku dhe ja kena kaluar shumë bukur. Mirë, po je i kënaqur me dijen që ke marrë në këtë shkollë? Po. Çfarë do ju urosh shokëve dhe shoqeve të klasës për rrugtimin e tyre të mëtejshëm? Suksese në jetë. Unë quhem Marta Junçaj, jam nga paralelja 4A. Arta, kush ishte kujdestarja apo kujdestarja jote gjatë këtyre 4 viteve? Kujdestari im ishte Marku Junçaj. Dhe si ishin këto 4 vite për ty? Mund të na i përmbledhësh pak sa? Këto 4 vite për mua kaluan shumë shpejt, ishin pak sa emocionuese kjo viti i fundit. Kalova shumë mirë me klasën time. Ka ndonjë moment apo ndonjë shëtije apo ndonjë situatë që do veçosh gjatë këtyre 4 viteve? Momente kem pas shumë, nuk kisha më mujë me veçua diçka. Bela ekskurzioni është ka bukur, mendoj se janë kënaq shumë. Si po ndihesh ti sonte në defileun e maturës? Vetë po tihem pak sa emocionuese, edhe pak e stresueme, si po dalë, si po kalon, por shpresoj se ka me ka diçka mirë. Sa je përkushtuar edhe atij lukut të dukesh kaq bukur? Përkushtuar jam fustanin e kom gjetë me muaj para, ndërsa... Mirë, më trego dhe çfarë do ju uroje të gjithë shokëve dhe shoqeve të klasës sa i përket atij rrugtimi të mëtejshëm? Dua t'ju uroj sukses dhe të mos betohen në vendimet e veta. Jam Viktor Gjoka e vi nga paralelja 4A-B. Kush ishte kujdestarja apo kujdestarja jote gjatë këtyre 4 viteve? Vitin e parë dhe dytë ka qenë drejtori i tashëm Sead Luljanaj, kurse vitin e gjysën e vitit 2, 3 dhe 4 ka qenë Liza Lëgjuraj. Si ishin këto 4 vite për ty? Këto 4 vite me thonë ka marrë malli shumë për të, janë kanë kohë tepër e bukur me shoqëni, me qeshuna, me gëzua, me qka me thonë dhe vetë, e tash po i krejmë
Por do veçosh diçka ndonjë moment apo situatë që do e mbash mend më së shumti? Na tham, kam menua, domethënë kam di se keni më bën këtë pyetje. Nuk ka diçka që do veçosh. Janë këtë bukura, domethënë momentet e në klasë i kem pa shumë bukura, jam këtë si klasë, jam këtë shumë të afërt njëri me tjetrin, ata na e bën më vështirë më largu atash. Dhe sot para defileu të maturës, si po ndihesh ti? Bukur, jam bën gati me shoqërinë. Je emocionuar? Jo. Dhe çfarë do ju urosh të gjithë shokëve dhe shoqeve për rrugtimin e tyre të mëtejshëm? Ju uroj shumë suksese edhe shumë fat në jetë. Giovanna Lucaj nga e 4 A. Nikola Gjokaj nga 4 A. Kush ishte kujdestarja apo kujdestarja juaj gjatë këtyre 4 viteve? Kujdestari ju ishte Mark Junçaj. Sot është defileu i maturës, si po ndiheni ju? Mirë. Të emocionuar? Pak po, normal, por s'kem shumë. Po ndihem shumë mirë dhe shumë emocionuar, po i shok dhe shoqet, po duken gjithë shumë bukur. Sa jeni përkushtuar atij lukut për sonte? Jem përkushtuar një copë kohë, mirë boll. Boll. Po si ishin këto 4 vite për ju? Këto 4 vite, ma të bukura vite në jetë, no? 4 vite kam mi paj me tonë jetën. A keni menduar çfarë planesh keni për të ardhmen? Të studioni diçka për të bëni diçka? Po, keme studiua këtu në Podgoricë. Dhe do vazhdoj me futballin. Mirë, çfarë do ju uroni shokëve dhe shoqeve të klasës për rrugtimin e tyre të mëtejshëm? Të jenë bukur si vetë. Po, uroj shokëve dhe shoqeve të mi të gjithëve të kalojnë këtë natë sa ma bukur, edhe në të ardhmen të arrisin ata çfarë dëshirojnë. Mirëdita, unë jam Eminike nga 4 A. Mirëdita, unë jam Martina Camaj, po ashtu nga 4 A. Si ishin këto 4 vite për ju? Ishin mrekullueshme, ishin 4 vite që kur nuk do t'i harroj dhe që me kanë udhëzuar dhe me kanë përgëzuar pa mas. E kam kaluar me plot kënaqësi, mbështetje edhe me siguri kam mbetje të kujtime vonë, ndoshta edhe deri ditën e fundit. Ka ndonjë person që do veçoni që u ka mbështetur më së shumti gjatë këtyre 4 viteve? Herë po them kujdestari, Marku Junçaj. Po ashtu do të them kujdestari Marku Junçaj. Por ka ndonjë moment apo ndonjë situatë apo ndonjë shëtije që do e mbani mend më së shumti? Patjetër se ekskursioni. Po, ekskursioni vitet 4. Po, pa pyetje. Sot është nata e maturës, si po ndiheni? Çfarë do të thotë për ju kjo natë? Erdhë fundit. Jo, mirë ndihem. Pak me emocione, por shumë e gëzuar. Por keni menduar për të ardhmen, se çfarë do vazhdoni, keni diçka në plan? Nuk e di ende, por do shohim. Besoj se ajo kam do ide, por nuk kam caktuar. Dhe çfarë mesazhi, çfarë urimi do jepni për shokët dhe shoqet e klasës për rrugtimin e tyre të mëtejshëm në jetë? Do t'ju uroja suksese në jetë dhe që t'ju plotësohen ëndrat të gjithëve. S'mund me thëma shumë saq. E ka thatë tona. Pas defileut, festimi vazhdoi në një atmosferë festive në ambientet e restorantit Troja, ku maturantët patën mundësinë të kalojnë momente të paharrueshme me shokët dhe shoqet e tyre, duke kurorëzuar kështu një periudhë të rëndësishme të jetës. Me buzëqeshje, emocione dhe shumë fotografi që do të mbeten kujtim për gjithë jetën, maturantët e gjeneratës 2025-2026 festuan këtë natë të veçantë duke shpresuar në suksese të reja në studime, në jetën profesionale dhe në realizimin e ëndrave të tyre.